Përshëndetje, mirë se vini në konferencen e të premtes me gazetarët. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Mirë dita. Jam sot për të denoncuar një nga aktet më antikushtetuese, piramidën më të madhe të vjedhjes dhe mashtrimit në tërë historinë e vendit, korporatën e investimeve shqiptare. E cila është krijuar me destinacionin për menaxhimin e investimeve si pronare publike, mbi bazën e një ligji thellësisht antikushtetues. Me një vendim qeverie për përcaktimin e kriterëve dhe procedura, me vendim qeverie numër 137 datë 16/3/24 për përcaktimin e procedurës për dhënien e prozë shtetërore me qera, emfiteoz, leasing, shitje, përdorim si kolateral dhe të përdorimit në forma të tjera nga ana e korporatës së investimeve shqiptare, të cilat i ofrojnë korporatës autonomi të plot. Autonomi të plot në administrimin dhe përdorimin e pronave shtetërore, përfshin mundësinë e dhënies me qera, emfiteoz, leasing, shitje, përdorim si kolateral dhe zhvillim në projekteve përmes procedurave specifike të konkurrencës dhe negocimit të drejtë për drejtë. Megjithatë, kjo autonomi sjell kemi të bëjmë me dorëzimin e të gjitha pronave të vlefshme shtetërore në duart e kryeministrit Edi Rama dhe të një mafiozje par excellence që quhet Kokona. Një Kokona që ka qenë në zyrat e kryeministrit. Ajo tani drejton korporatën energjetike, korporatën e investimeve shqiptare. Sipas vendimit të Edi Ramës, Kokona ka tagër të bëjë në kundërshtim me çdo kriter ligjor, në kundërshtim flagrant me ligjet e prokurimeve publike, në kundërshtim flagrant me ligjin e pronave, i cili përcakton në mënyrë taksative se në momentin kur një pronë shtetërore tjetërsohet, i kalon vetiu pronarit. Në momentin kur një pronë shtetërore tjetërsohet, i kalon pronarit, në kundërshtim me kushtetutën, e cila shpall të drejtën e pronës, të drejtë të pacenueshme. Edi Rama ka gjetur një pëllumbesh, se u bë famoze kjo Eliza me atë punën e plumgjoks, ka gjetur një tjetër si Elizë si kjo, me të cilën tjetërson çdo pronë shtetërore sipas dëshirës, urdhrit të Edi Ramës. Mbi bazën e këtij ligji dhe këtij vendimi, Edi Rama dhe Olsi Rama mund të marrin çdo pronë që dëshirojnë në kryeqytet dhe kudo në Shqipëri. Konkretisht, prona Godina e Re Bibliotekës Kombëtare,
rikonceptim, në gjojni pak, kjo është e bukur shumë, rikonceptim i rezidencave qeveritare në Vlorë. Të dini ju betejnë e Edi Ramës me kushurit për rezidencat në Vlorë ka kufi vetëm Qiellin. E keni dëgjuar një kushuri që thot më grabiti jo ky që emroi prefekt në Vlorë, ky është firmos që thot Rama. Ky po tjetri thot më ka marrë pronën mua, thot. Një kushuri akuzon Ramën se më ka marrë pronën. Dhe tani del se Rama fut në hyqmin e vet personal, se kjo Kokona është thjesht është një marionetë, është e njohur, kjo është problematike shumë, njëri problematik, po prandaj është zgjedhës ka shku aty ajo. Do marr rikonceptimin e rezidencave qeveritare në Vlorë. E merrni vesh ju çfarë do bëhet aty Ndërtohet kompleksi i rezidencave të mafjes më të rrezikshme të Europës. Stadiumi Dinamo, rikonceptim, shtrohet në Kulla. Nuk kursehet as pallati i kongreseve. Jo, iku. Stadiumi Selman Stërmasi. Urdhroni, janë 17 për të mos vazhduar gjë në fund dhe tashi do t'i dëgjoni pak se kjo është po. Kadastra shqiptare, ndërtimi dhe menaxhimi i kompleksit guvernativ në bulevardin Jeanne d'Arc. Shikoni pse shkojnë parat e qytetarëve. Do të ndërtojmë një kompleks qeveritar tjetër. Ky që është një nga komplekset më monumentale në Europë. Absolutisht në më të bukurit. Po s'ka se do vjedhim. A mund t'imagjinoni ju? Çfarë ka? Është një kompleks i njërit për arkitektëve më të mëdhenj të kohrave. Dhe tani duhet ndërtojmë një tjetër për të vjedhur Edi Rama me klanin e tij. Janë të detyruara t'i dorëzojnë Kokonës pronat. Kuvendi i Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës e Energjetikës apo institucionet autorizuara prej saj, Agjencia Kombëtare Ujësjellës Kanalizimeve, Autoriteti i Aviacionit Civil, kudo që i ka vu ky syrin pronave, janë detyruar t'ia dorëzojnë. Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Turizmit, Mjedisit, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, se janë pronat e kësaj drejtorie, të cilat është plotësisht normale që qeveria mund t'i lëshoj, por do t'ja u kthej pronarve. Qeveria nuk mund t'ja u jap të tretëve kur ka një ligj dhe të pronarët në rast se është vil kanë të drejtën e parablerjes. Po se parablen ata, atëherë ndryshon situata. Por ligjet e vendit janë këto. Ky faktikisht çrënjos edhe ky është një vendim qeverie, me këtë vendim çrënjos çdo gjë. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Shërbimit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, institucione në varësi të Kryeministrisë sipas përdorimit në marrëveshje përkatëse. Pra, e tëra prona shqiptare e vlefshme de facto shtrohet në pronë të klanit më të rrezikshëm të Europës, klanit Rama. Se si një agjensi e vetme mund të bëhet edhe pronare, edhe shitse e pronës, kjo nuk ka ekzistuar kurrë.
ka një check and balance. Ky mekanizëm shuhet. Pronari pronave në rubrikën e Shqipërisë ka qenë Ministria e Financave. Pronat që i kanë patur dikasteret tjera, ato kanë marrë vendime për to, por gjithnjë pas miratimit nga Ministria e Financave, që ka qenë një kontroll i fortë, kurse tani zonja Kokona shkruan vet, vulos vet, vendos vet. Te i kalon kjo çdo imagjinat. Kjo është një vjedhje për masave të pa imagjinueshme. Këto çështje janë ngritur edhe nga mediat në mënyrë të përsëritur, por ka një heshtje totale se çdo aferë korruptive e Edi Ramës nuk mund të hetohet në këtë vend. Tani, jam këtu për të paralajmëruar Kokonën se në mënyrë absolute do maj përgjegjësinë më të rëndë për çdo metër katror, tokë apo pronë tjetër, që do ta trajtoj bazuar në vendimin e Edi Ramës për të vjedhur pronat dhe për të caktuar atë në krye të agjensisë. Jam këtu për të deklaruar publikisht se asnjë përfitues nga vendime antiligjore, antikushtetuese të kësaj agjensie të vjedhjes së pronave nuk do të njihet, por përkundrazi do të ndërshkohet me ligj, do të ndërshkohet rrept si një bashkëvjedhje publike private e pronës shtetërore. Prona në çdo vend ka rregullat, ligjet e administrimit, menaxhimit, shitjes e tjerë me radhë. Në këtë vend çdo vendim për tjetërsim të pronës publike ja kalon ligji i pronave, ja kalon automatikisht atë privatit. Kjo që ndodh është një grabitje, plaçkitje e pa imagjinueshme. Pra, garantoj pronarët se nuk do të njihet asnjë vendim i marrë nga kjo agjensi dhe kjo zyrtare që ka punuar një herë, ka qenë edhe në këshill asistente e Agaçit, ka qenë mos gabo, e Don Agaçios. Pasi bëri shkollën e Agaçios, u lartësua në drejtoresh të kësaj agjensie, apo çfarë është kryetare, kush e merr vesh, të korporatës. Është skandaloze. Është jashtë çdo lloj koncepti, është unike. Këtë mund ta kenë vetëm mbretëritë absolutare në të cilat toka, deti, ajri janë pronë e mbretit. Pas këtyre mbretërive, kush në botë një agjensi të tillë nuk e ngrit. Ato po, sepse ka një ligj ata që thuhet, ka qenë edhe ne kemi pas 500 vite atë ligj, që toka, ajri dhe ujë, deti ujrat janë pronë e prandorit. E dënoj edhe njëherë me forcën më të madhe, gjë e pa imagjinueshme. Është akti më skandaloz që i 32 viteve. Kalim të pyetjet? Doktor Okej? Pyetje.
Nga Top News. Zoti Berisha, unë në fakt do të ndalesha diku tjetër tek paraqitja e programit tuaj që keni bërë tashmë prej disa kohësh dhe prej 2 ditësh jeni ndalur dhe tek programi energjetik i Partisë Demokratike. Ju jeni shprehur që do të risillni Shqipërinë në atë planin e superfuqisë rajonale për energjinë. Por duhet dim që një nga problemet kryesore të paktën të viteve të fundit ka qenë ndërtimi pa kriteri heceve, marrja e ujit dhe futja e ujit nëpër tuba, çka ka sjell një dëm të konsiderueshëm në jetën e banorëve të shumë fshatrave, duke i lënë pa ujë, po ashtu edhe të florës dhe faunës të atyre vendeve. Cila do të jetë zgjidhja e Partisë Demokratike pikërisht lidhur me këtë? Por aq kosa ju paralajmëroni ndërtim në vijim të heceve. Falenderoj për pyetjen. Spari, në qoftë se në mandatin 2015, motoja jon ka qenë Shqipëria, superfuqi e vogël e energjisë rinovueshme në rajon, tani motoja jon do të jetë Shqipëria, superfuqi energjetike rajonale. Dhe kjo është absolutisht 100% e realizueshme. Vim tek hidrocentralet me që u ndalt. Asnjë përplasje me komunitetet gjatë periudhës sonë për hidrocentralet nuk ka patur. Asnjë përplasje. Pse? Sepse kontratat janë shumë të qarta. Kontratat i japin përparësi komunitetit. Ti nuk mund shkosh aty si kuçedër t'ja ushtarosh ujin atyre. Jo. Ka ligje kombëtare dhe ndërkombëtare që nuk të lejojnë. Por ti do marrësh, do lësh aty atë përqindje ujë që atyre ju mjafton për 1, 2, 3. Tjetër, kontratat parashikojnë që ti do rastet caktura tempo, që ti do të shfryzosh këtë burim ujë në stinët vjeshtevon, dimër, pranver. Mbyllet hidrocentrali në qershor. Tërësisht. Dhe ke shkruajtur në kontratë këtë. Në qershor uji shkon për të vaditur. Po kur nuk ka shtet, por ka xhep që paguajnë dhe bëjnë pastaj, krijojnë çdo lloj konflikti me komunitar. Nuk ka konflikte, ju e keni pa vetë, në 8 vite në pushtet kemi patur një konflikt këtu me banorët e Selicës vogël dhe atë kemi zgjidhur në mënyrë tregtare, tamam siç duhet. I kam kërkuar ministrit asaj kohë të ndjeri Sokolov Dashi, Sokol, ne do të plotësojmë. Çfarë kërkojnë ata? Këtë 1, 2, 3. Shko thuju, do t'ja u plotësojmë. Prit. Kështu që, përveç kësaj, ka një fazë tjetër shumë interesante me hidrocentralet. I garantoj komunitetet se ata do të autorizohen të ndërtojnë vetë hidrocentralet vogla dhe të marrin energjinë falas nga ato hidrocentrale jashtë çdo lloj takse nga qeveria apo enti, dhe kjo është ajo që thash, ndërtimi i mikrohidrocentraleve. Tani ka teknologjira, e fut në një vi ujë, po thuj, se fut një turbinë dhe po i përdorin, kanë ardhur në Shqipëri, po i përdorin në disa vende, jo pak, në të cilën prodhon energjinë e dur dhe e merr për vete. Dhe nuk çrregullon as ambient dhe as gjë. Shqipëria është plot me ujëra, sidomos zona kodrinore malore është e tëra me ujëra. Dhe ne e ka bërë Zvicra këtë para nesh, do bëjmë dhe ne, do të autorizojmë mikro hidrocentrale, mikrocentrale, jo për sektorin publik të shtetit, jo për keshin dhe për këtë, por për komunitetet. Aty ku komuniteti do në ta vendos turbinën pa duke respektuar, do ta vendos, do marrë energjinë falas. 3.
qeveria do normal investimet më të fuqishme me bankat, por dhe buxhet në panelet diellore. Sot panelet fotovoltaike kanë rënë në çmime plotësisht të leverdishme. Atër çdo të bëjë qeveria, çdo familje shqiptare që merr përsi për ta instaloj panelin diellor, do t'ja instaloj qeveria. Natyrisht, instalimi nga qeveria i panelit do ketë një kusht, që për 3 vitet e para, familja do paguaj qëran që ka paguar për energjinë. Pas 3 vitesh do ta ketë gratis. Pra, imagjinoni ju 800.000 vila dhe banesa me panele fotovoltaike, se sa milion metër katror panele bëjnë dhe çfarë fuqie, sa miliard energji, miliard kilovator energji prodhojnë ato në vit. Ne nga jugu në veri do të financojmë zbashku me bankat një xhoj me përparësi absolute vendosjen e panele fotovoltaike mbasi sot çmimet e tyre janë plotësisht të leverdishme. Vendet tjera po veshin kodra dhe male me panele. Dhe ne kemi kushte shumë më të mira se shumë vende. Pra, kjo tek Shqipëria superfuqi energjetike. Por tjetër do bëjmë gazifikimin. Gazifikimi është një hap në vetvete, një hap i vërtet drejt zhvillimit. Komunitetet e gazifikuara, qytetet e gazifikuara, janë qytete me një nivel jetese më të mirë, kanë çdo aspekt lehtësi më të mëdha. Tjetër, ne kemi rreth 700 milion metër kub gaz të drejt në tap për prodhim energjie. Do bëjmë gjithçka që të shfrytëzohet edhe litra e fundit, edhe metër kub i fundit për prodhim energjie në Shqipëri. Pra, në qoftë se ka një projekt që është vërtet 100% i afërt e i realizueshëm, është Shqipëria superfuqi energjetike rajonale dhe përfitues absolut numër 1 do t'jenë qytetarët shqiptarë. Mos harro, panelet në Çati pas 3 viteve heqin çdo qera, çdo faturë detyrim elektriku. Do ta ketë vetin ai. Mikrohidrocentralet me dhjetra, me qindra fshatra mund përfitojnë, të ndërtojnë dhe ta përdorin vetë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Keni lajmëruar ditën e djeshme një protestë në datën 15 mars pas vendimit të qeverisë shqiptare për mbylljen e TikTokut. A mund na jepni ndonjë detaj më shumë rreth kësaj proteste, të cilën ditën e djeshme thatë se do zhvillohen në sheshin Skënderbej dhe përpara kryeministrisë, dhe ju e keni deklaruar në fakt edhe kur u diskutua më herët që nëse Rama do e mbyll, nëse ju do fitoni zgjedhjet do ta hapni. I qëndroni këtij zotimi? Faleminderit. S'pari një herë protesta e nxënësve, studentëve dhe trive para kryeministrisë me datën 15 do t'jetë protesta më e bukur, më madhështore që ka njohur pa Shqipëria gjerë sot. Protesta kundër censurës, protesta me të cilën çdo fëmijë i çdo moshe që kap smartphone-in
përballet bëhet luftar kundër diktaturës në mbrojtje të TikTokut dhe kundër censurës. Unë u them këtyre trive se edhe njëherë, aty ku fillon censura, fillon diktatura. Ndaj dhe pavarësisht nga mosha e njom, ju me aktin tuaj pjesëmarrjen në protest, bëj luftëtar kundër narkodiktaturës së Edi Rams, i cili ka një trashëgimi të tmerrshme. Babai i tij ka firmosur varjen në litar të Havzi Nels në 10 gusht të vitit 1888 vetëm për vargjet që ai shkrojti kundër babait të Edi Rams dhe miqve të tij. Kjo është një hakmarrje primitive, është një Edi Rama rikthehet në instinktet e tij atërore, sepse ju i keni bërë kritika, apo e keni tallë për arrogancën, apo për manjerizmat e tij, dhe ai tani kthehet dhe mbyll. Por unë kam dhe një thirrje tjetër, se e shoh që kjo revolta është temperatura e kësaj revolte tek të rinjt, po ngjitet me shpejtësi. Kam dhe një thirrje tjetër, të filloj bojkoti i mësimeve. Po, ja vlen të dashur fëmijë, të dashur 33-a, ai që don ju vend censurën, ai shkelmon mbi të ardhmen tuaj. Prandaj dhe për të mbrojtur nuk është problemi i TikTokut këtu. Edhe i TikTokut është problemi, sepse TikToku është një mjeti aktualisht më modern i komunikimit, por problemi i censurës, problemi është që një njeri pa asnjë tagër, pa asnjë ligj, kërkon vendos të varë në sheshin Skënderbeg TikTokun sepse e kritikoni ju me TikTok, atëherë ju keni të drejtë të filloni grevat. Dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hanë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. U bëj thirrje prindërve, po, u bëj thirrje, pse? Po kjo është normale. U bëj thirrje prindërve të mos i dërgojnë ditën e hanë fëmijët e tyre në shkollë orën e parë. Të paktën orën e parë, si një akt i betejës të fëmijëve tuaj për lirinë e shprehjes dhe kundër censurës. Na prishi punë shumë. Atëherë ja u la në dorën tuaj të shtachojmë të martën, po doja që ta fillonim të hanën me bojkot të orës parë. Dhe ju garantoj se nuk do guxoj shkollë dhe mësues që të marrë masa ndaj jush për grevën, të mohoj të drejtën e grevës, do të përballet me pasojat më të rrepta ligjore. Me pasojat më të e drejta e grevës është e drejtë kushtetuese. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, në fakt non grata juaj nuk është se po përdoret më nga kundërshtari juaj politik, kryeministri Edi Rama. Dhe duke qenë se jemi shumë afër zgjedhjeve, a pret Sali Berisha ndonjë dhuratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mund të ndikojë në betejën elektorale të 11 majit? Ju keni thënë çështja me Gonigal deri tani nuk është se ka pasur të reja, por a flitet dhe a ka mundësi që zoti Berisha të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës përpara 11 majit? Unë nuk kam një projekt që të udhtoj para 11 majit drejt Shteteve të Bashkuara. Por, siç e keni pa ju, ato ndryshime epokale në Shtetet Bashkuara
flasin vetë, nuk ka nevojë t'i komentoj Sali Berisha. Gjarprit ju pre koka, e thash këte. Edi Rama heq dhe ven fotografit, bën walk culture me fotografit e Alexis Soros dhe George Soros. Dosja e McGonigal ka filluar të ecë, është në këmbë. Ajo që në rast se unë, dy gjëra mund të them. Në rast se unë nuk kam në plan në projekt një vizitë në Shtetet Bashkuara, unë ju garantoj se Edi Rama do ekstradohet pas 11 majit në Shtetet Bashkuara. Atë pret ekstradimi. Ose pastaj do vinë të gjykohet këtu një gjyqi i përbashkët, po më shumë shkoj atje ku e ka kryer krimin. Zoti Berisha, unë kam një pyetje se takon zotit Velia, i cili është i arrestuar për shkak të hetimeve që janë kryer ndaj tij. Përse keni ju një qendrim, përse zoti Velia i sulmon prokurorin Olsi Dado dhe nuk sulmon Altin Dumanin, i cili ka firmosur edhe ai si Olsi Dado po në dosjen e Erion Veliajt, dhe përse zoti Velia nuk sulmon prokurorët e tjerë, Dritan Prençin, i cili ka dosjen e inceneratorit, dhe Klodian Brahon, që ka dosjen e 5D-s. Dhe duke parë gjuhën e përdorur dhe frekuencën e postimeve nga zoti Velia i kohët e fundit, keni ju ndonjë informacion, a ka marrë zoti Velia ndonjë mesazh nga zyrtar të lartë të lidhur me Edi Ramën? Pra çfarë po ndodh me të? Tani, pyetje e drejtë. Pse Edi Rama nuk sulmon Dritan Prençin, 5D-n, prokurorin e 5D-ve dhe Altin Dumanin, mercenarin? Natyrisht, ky më fani, pse Erion Veliaj? I ka kolegë këta. Këta në kolegë këtu. Rastisi njëri që s'është kolegë, edhe ai është armik. Sepse tani, të themi atë që është, më thonë. Këto që ky është akuzuar mbi bazën e letrës së Anesti Angonit, Anesti Ballukut, janë shumë të rënda, pa diskutim. Dhe ka një, themi kështu, ka një dukuri të shëmtuar shumë. Se tani del Laila Asadi me 1 milion euro a garderoben, del Ajola Xhoxhe me 870.000 euro garderoben. Janë gjëra shumë të ngjashmëra, shumë të shëmtuara. Del Arber Veliaj, po keni vure ju? Arbri ka marrë 1 milion euro për Huanin, Arber, që s'mund të ndodhë kur mërë sotri, si mund, në vend se kompanitë private të ndihmojnë në një mënyrë ose një tjetër, janë entet shtetërore që japin para kompanive private. Dhe Erion Velia i jep Arbrit 1 milion për Huanin, për një dhjetë të telekomunikimi. Mirë po këto që të gjitha i kanë kapërdi. Qoftë Kraja, se nuk është e është Kraja. Kraja ka dhënë Kraja ka qenë me Premçin. 2 javë para se të mbyllet dosja e inseneratorit, ku Kraja kishte mbesën e vetë me shefet prokurimeve të bashkisë. Ka qenë mbesa e Arben Krajs. Pra, edhe nipin po aty. Pra, këto janë kolegë për Erion Velin. Rastisi që Olsi Dado nuk është kolegë. Nuk është kolegë sepse Olsi Dado dosjen vetë, me guximin e vetë, me inkurajimin e Lubis, me shkeljen e syrit Trams, apo tjera ato nuk i di, unë s'mund them, por ky e lvizi dosjen. Dhe ky
ka paraqitur para publikut faktet më të tmerrshme që mund të paraqiten, gjinën topat me 500 euro, 100.000 euro, 100.000 euro, gjinët 260.000 apo sa euro TVSH, blerje TVSH shkojnë 800.000 sa, gjinën vilat, trafshuret pa rafshura, dhe paraqitet një fotografi, se ja fotografia, se ka qenë vjerri njerë, ka ngrënë një drek aty dhe kjo është fakti që pa asnjë dokument vjerri për te. Asnjë dokument. Vetëm një fotografi e vjerrit që ka shtruar një drek aty vjerri, dhe kjo është vila e vjerrit, në një kohë kur janë 10 dokumenta që faktojnë se vila është e Erionit dhe Ajolës, se u rafshua vila për zgjeruar oborrin e tjerë e tjerë. Pra, i kemi të gjitha këto. Tani, Olsi Dado, del fajtor, se ka mbaruar studimin, por nuk e di, do ta pyes Gitën, se ka qenë në klasë Margita Berisha dhe ka rrezik mos ketë qenë, se di, nuk kam pyetur, dhe se, çfarë thon tjetër, dhe se unë, kur doli çështja e Altin Hajrit, e denoncova këtu para jush, por s'kapi bëri deklarat, tha nuk është Olsi, nuk është Olsi Dado, dhe unë i kërkova ndjes, sepse natyrisht nuk mund besoja që ka gënjur Skapi. Skapi e dinte atë, që tha nuk është. Ishte Olsi Çela apo ishte kush ishte, atë Skapi nuk e tha, se Skapi merr peng, funksionon me pengmarrje, duhet thoshte, nuk është Olsi Dado, po njeriu i 2 kostumeve është Olsi X-i. Tani s'mund të them se kush është, se nuk e di. Pra, të gjitha këto. Po, ky është instruksion. Uluziu shkon në para 8 ditësh, shkon në Burg dhe i përcakton një kuadër të ndryshëm nga të burgosurit tjerë, por tani unë do të them shqiptarve, ta din mirë, se para Uluziut, në ora 11:30 apo 12 natës, në qelin e Erion Veliaj, ka shkuar si pas burimeve shumë të besueshme, poja. Po, dhe poja i ka diktuar kodin ati. Një lloj, siç kam denoncuar takimin me të burgosur qeveritar të tjerë. Poja është Xhevdet Troplini. Kush nuk e din poja, por shko pyet. Pra, i çon pojen e Dirama dhe i thot, Xhevdeti i thot, dëgjoj thot, 1, 2, 3. Po e çele gojën më. Dhe të nesër ky këndonte, thoshte, të falënderojë Diramën, thoshte. E ju kujtohet ai statusi i tij i falënderimit e Diramës si po bën punë të bashkisë? E punë që po lodhet edhe me punë të qeverisë dhe punë të bashkisë? Pra kjo është histori mafioze, të dashur miq. E ftoi Uluziun të përgënjeshtroj vizitën e tij në qelin e Erion Velis. Aty janë të gjitha kamerat dhe këto janë të vërtetat, domethënë, për të dy këto vizitat fshehta. Tani, përgatiten Ilerianën e smurën, Ileriana Oldash, një gjykatëse, e cila duhet të gjykonte Erion Veliaj. Po Skapi, sepse Ilerianës, jo se kjo ka patur ankroçat, nuk ka patur, por i thonë se 2 persona, taulanti me një tjetër, apo mos kenë taulanti, një tjetër, kanë thënë këto për ty. Prandaj më mirë largohu nga ky proces. Edhe ajo çfarë bëri, merr një raport afatgjatë.
Kanë gjetë këtë tjetër, tani e kanë fokusuar për datën 11. Do bëjnë dhe do lëshoj një brëshëri akuzash kundra meje, sigurisht, sepse unë e drejtoj ka edhe gjykatën edhe prokurorin. Andon Kello nga BC News. Zoti Berisha, me qenë se jemi në një fushat virale dhe betej TikToku, pyetja ime është çfarë mendimi keni ju për Kujtim Gjuzin? Tani, lidhur me TikTokun, vendimi i parë me datën 12 maj, ose vendim ditën e parë të krijimit të qeverisë, do t'jetë lirimi i menjëhershëm, heqja e bllokimit TikTokut dhe padi për Edi Ramën, për aktin madhor të censurës dhe të mashtrimit publik. Se thot kam konsultuar 68.000 prindër, mashtrues i pa skrupull. I pa skrupull. Ndaj dhe këto dyja janë premtimet e mia për TikTokun. Tjetër cila ishte? Kujtim Gjuzin, çfarë mendimi keni? Di që dikur në rinin e tij ka bërë bashkë robaqepsin me Edi Ramën. Po, për të tjerat, të garantoj unë ju garantoj se Kujtim Gjuzi është shumë herë më dinjitos për karrigën e kryeministrit se Edi Rama. Po. Jo, po them, jo se Edi Rama, po ja përdor emrin ati, Gjuzi. Po, ndërkohë, vetë tregonte se kanë qep robas, prisnin dhe qepnin robas bashku, se që bënin, a e bënin shumë punë zeza, po se që bënin nuk e din atë kohë. Pra, ata kanë një histori tjetër, të lartë, të hershme, jo të lartë, të hershme, njëri me tjetrin. Po Gjuzi është shumë më dinjitos për atë vend se sa që është Edi Rama. Zoti Berisha, Ardit Hoxha në Euronews, unë kam një pyetje se takon listave të kandidatëve për deputet, që kam përshtypjen ju jeni ende në proces dhe si keni përmbyllur për shumicën e qarqeve. Po të shohim atë se çfarë ka qarkulluar apo vendimet që kanë marrë forumet e Partisë Demokratike, aty ka përfaqësim të rinjve me zotin Xhaferi, përfaqësim të forumit të gruas me zonjën Vokshi apo edhe të komuniteteve të tjera përbërëse të Partisë Demokratike. Por nuk kemi parë deri në këto momente një përfaqësi nga diaspora, duke qenë se jeni në proces të hartimit të listave si ato të mbyllurave dhe ato të hapurave. A do të ketë në listat e Partisë Demokratike përfaqësues nga diaspora dhe kur them përfaqësues në listat të mbyllura apo në listat të hapura? Përfaqësues nga diaspora do ketë pa diskutim në listat e Partisë Demokratike. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Se në cilat lista do jenë, këte unë nuk mund të them pa u formulu listat. Por nuk mund të ketë, ju lutem, ky është viti diasporës. Nuk mund të ketë lista Partia Demokratike pa një prani reale, transishme të diasporës. Zoti Berisha, i kam një pyetje lidhur me deklaratat e kryeministrit Edi Rama. Pak ditë më parë kryeministri deklaronte se kishte kritika shumë të ashpra ndaj SPAK-u. Ndërkohë një ditë më parë tha se ka respekt për maksimal për Artin Dumanin. Si komentoni deklaratat e kryeministrit? Tani kjo është një linjë e kristalizuar qartë, marrëveshjet Rama Dumani janë denoncuar nga unë në mënyrë të përsëritur. A ju kujtohet ju, ka qenë prisni, ka qenë shtatori ose gushti i vitit 2024, kur unë kam denoncuar takimin e tyre në zyrët të kryeministrit, në Dajt, po ka ndodhur dhe takime tjera njëri me tjetrin. Ata faktikisht
sa po nuk është e rastit kjo që edhe Elion Veliaj vërsulet me gjithë baterit, tani aty ka 2 firma. Si e kuptoni ju? Ja thu pysun ju. Dosja Veliaj ka 2 firma. Firma Dado, firma Dumani. Po në qoftë se është firma Dado dhe firma Dumani, s'ka diskutim që firma më me peshë është e Dumani, se Dumani është kryetari. Dhe Dumani në rregullin e tij të brendshëm ka të drejtë të marrë çështje. Pra, Dumani është bashk autor në dosjen Veliaj. Po si thua, pse s'ja përmend një herë emrin Dumani tani, më thoni pak ju. Atëherë, jo, pjeta më shumë. E urdhron Dado Dumanin apo Dumani Dadon? Kush e ka? Qa ndodh këtu? Pra, se këtu do të krijojnë përshtypjen se i ka diktuar se Dumani nuk ka dashur, ja kanë marrë firmën me zor. Po firmën me zor nuk ja kanë marrë aty, se këte nuk shkon gjëra aty problemi. Ai ka firmosur aty. Ai është baras autor, po dhe më shumë, edhe më shumë, se është kryetari i gjykatës, i prokurorisë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë më thotë. Në këtë raport, Dado ngjet si ndim si Dumanit. Që sepse kanë të dy. Nuk është firme e Dumanit në rastin e Ilirbeqes. Dumani në rastin e Ilirbeqes bëri një vrejtje për hetimin të drejtë. Dhe ajo vrejtje ishte e drejtë. Kurse këtu është bashk autor i akuzës. Si ta kuptojmë ne këtë? Pra, a është kjo një ujdi, akord, midis Edi Rams dhe Altin Dumanit? Nuk mund të them. Se unë nuk e di. Por që këta kara janë takuar periodikisht, se këtu janë 2 persona të zi, me zi njëri se tjetri, Ulu Ziu dhe Arben Rakipi. Këta 2 janë bashkë me Ymer Lalën, njerëzit që kontrollojnë Dumanin. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN. Ju denoncuat agjensinë e zonjës Kokona të parën dhe paralajmëruat biznesmenët që nuk do i gëzojnë ato prona që do marrin dhe që do ndërtojnë mbi to. A keni këtë paralajmërim edhe për vllajën e aleatit tuaj i cili është përfituesi i parë nga kjo agjensi të Isha TSH-ja? Dhe pyetja e dytë është kandidatëve për primare, pra kandidatëve të Partisë Demokratike i vendosët primare dhe po ashtu kushtin për të bërë lista për emigrantët. Po drejtuesve politik, çfarë kushti i keni vendosur, sepse nuk i futët në primare, por nuk i kërkuat as lista për diasporën? Po. Ky qëndrimi imi është për cilin do pa asnjë përjashtim në rastin e Agjencisë së Investimeve Strategjike. Në bindjen më të thellë, kjo është veprimtari antikushtetuese, antiligjore, totalisht e papranueshme nga Partia Demokratike. Besoj se e qartë. Cili do, nuk përjashtoj asnjëri. Së dyti, drejtuesit politik janë drejtuesit politik të qarqeve. Udhëheqin fushatën, organizojnë të gjithë veprimtarinë zgjedhore brenda qarkut. Këto janë detyrat e tyre. Janë marrë intensivisht me
fushatën në diasporë dhe kanë pa diskutim meritat e tyre. Pra, si drejtues, këto kanë qenë detyrimet e tyre. Tani, vim tek momenti tjetër. Janë vendosur në listë të mbyllur, thue. Për fat keq, këtë e dikton ligji. Në qoftë se ligji do ishte tjetër, do ishin si të gjithë të tjerët në një sistem mazhoritar në zonat e tyre. Por ky ligj imponon që disa të qëndrojnë në përkushtim total për organizim fushate dhe mbledhje votash për partinë. Përndryshe, votat e partisë, me qenë se Edi Rama nuk ka pranuar që t'jenë të njëjta vota e partisë me të kandidatit, çka është gjëja më normale, atëherë dikush duhet merret me votat e partisë. Kjo është arsye e kësaj liste. A do t'jenë të gjithë krerët e partive, të 26 partive që janë pjesë përbërëse e koalicionit, pjesë edhe listave të kandidatëve për deputet, si që është zoti Jenisheri, apo Kostaj Shpapa, apo emra të tjerë, të cilët janë pjesë e këtij koalicioni, do t'jenë në listat e kandidatëve për deputet? Tani, ka një marrëveshje me se cilin prej tyre, kanë vendet caktuara në listë e mbyllur, kanë vendet caktuara në listat e hapura. Por cili do jetë, unë nuk mund të them se listat nuk janë të hartuara akoma. Do përpunohen listat, por natyrisht marrëveshjet me aleatët janë bërë mbi bazën e bashkëqeverisjes, mbi bazën e listës të deputetëve, listave të deputetëve dhe ndarjes qeverisjes pas 11 majit. Për krerët e partive të vogla, jo për krerët e partive aleati që mund të kenë një peshë caktuar elektorale, pra do të kenë përfaqësim të 26 të partitë që janë pjesë e koalicionit në lista qoftë hapura? Janë çështjet marrëveshjes që është në finalizim e sipër. Dhe sa po të finalizoj marrëveshja, do marrësh përgjigje të saktë. Mirupafshim. Faleminderit.